Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Të nderuar vëllezër dhe motra, alhamdulillah që u bë mundur takimi i sotshëm. Sot kam përzgjedhur një libër dhe me lehtë të Zotit inshallah do të zgjedh gjithë një tematikë, do t'ju thjeshtoj një libër në vija të përgjithshme që ta kemi si themi edhe piknisi inshallah. Me lehtë Zotit. Do t'ja referoj këtu me lehtë Zotit. Atëherë, sot do të flas për një libër interesant që në kohën e vet ka pasur një boom mes muslimanëve, sidomos ata që lëvizin me davetin, janë aktiv në thirrje në fenë e tyre, praktikant, njerëz që interesojnë gjithnjë për fenë e tyre, por se normalisht në këtë lloj vazhde dhe lëvizjes ka pasur edhe probleme. Ndaj autori doktori në Arabi Saudite Adil Abdulali ka shkruar një libër i cili quhet ndroj vëmendje sinqerisht, quhet Rrëmuja në jetën tonë të përditshme. Dhe vërtet do të thënë është diçka që na lodh dhe diçka që na krijon ngerçe të papara në vazhdimsi e sipër. Duke përkufizuar atë rrëmujën se çfarë është, ai është përpjekur të sjellë që rrëmuja është mos sistemimi i çështjeve dhe përzierja e punëve, ashtu siç vjen dhe në fjalore të ndryshme. Qoftë gjuhën arabe dhe qoftë edhe në gjuhë të tjera. Pra rrëmuj do të thotë përzierje punësh kur njëra përzihet me tjetër. Madje një dietar i njohur i Arabisë Saudite, Allahu i liroftë, është burg, thotë rrëmuja në punë ndodh kur nuk ke një synim të caktuar, kur nuk je preciz, kur fillon një punë pastaj tjetrën e lëm, kur diçka e ke kapur në dorë pastaj ke lëm për gjysmë, edhe nis tjetrën, dhe në vazhdim me sipër si këtë tipi. Kurse unë e kam përkufizuar rrëmujën është, do të thotë, mos kesh sistem, rregull dhe synim dhe prioritete. Domethënë mos pasja e sistemit, rregullit, synimit dhe prioritetit e krijon njeriu të jetë, domethënë e kthen atë në një qenie të rrëmujshme, e cila her pas here do na shfaqë edhe probleme, qoftë shoqërisë, po qoftë edhe individualisht vetë atij krijon probleme. Si na dëmton rrëmuja në jetën e përditshme? Domethënë ndonjëherë ne nuk e kuptojmë, ne duket sikur gjërat janë okay. Në rregull, por se fundjafare thot njeriu që unë jam në problem për veten time, po nuk kam punë me të tjerë, sepse kështu kam qejf ta shijoj. Rrëmuja në fakt ka pasojë jo vetëm për individin ku e shkakton vetes, por edhe për shoqërinë, sepse njeriu në natyrën e tij, që thot sociologu i njohur Ibn Khalduni, është krijuar shoqëror dhe nuk është krijuar i vetmuar. Të jetë pra domethënë si themin i vetëm në mal, ose i vetëm në shkretir, ose i vetëm në një pyll, edhe s'ka punë me tjerë. Njeriu në natyrën e tij, natyra që ka dhënë Zoti njeriu është jetë i shoqërueshëm. Dhe rrëmuja që krijon njeriu e dëmton atë në disa pika, ka përzgjedhur prej tyre rrëmuja të dëmton në kohë dhe në energji. Kjo është e habitshme. Sepse të dyja janë komponentët kryesorë që njeriu të sistemohet. Dhe të dyja janë të ndërthurura me njëra tjetrën. Pasi njeriu kur shkon të kryejë një punë, do ta kryejë atë në një interval kohor. Por nëse njeriu do t'i humbasë vullnetin dhe energjia, dhe punët nuk do shkojnë ashtu siç duhet, në një interval kohe të duhur, atëherë aty të normalisht do t'i plasi kaosi, edhe pavarësisht se nuk e kupton, është njëri impir, i duket normale, domethënë të ecin kështu punët. Ndaj edhe punët e këtij njeriu, nëse është rrëmuj, domethënë kur është rrëmuj, nuk e kupton që i dëmton kohën dhe i dëmton energjitë. Pasi energjia do shkarkohet në një kohë. Dhe ato energji në njëri i kin kot fare. Dhe nuk duhet të jenë të tilla. Pra duhet të jenë të sistemuara. Ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, subhanallahu, për këtë kohë thotë, të dy mirësi që u ikin njerëzve, dy mirësi janë ato që u ikin njerëzve dëm dhe ata nuk e vrasin mendjen. Janë shëndeti dhe koha. Dhe subhanallahu, është e habitshme. Shëndeti jep njeriu të energjinë. Por se domethënë është koha ajo në cilën do të veprojë kjo energji e njeriu.
Dhe në të njëjtën kohë, nëse njeriu nuk është sistematik, normalisht rrëmuja ka për të dëmtuar kohën, ka për të dëmtuar edhe energjinë që ai domethënë do shkarkojë në këtë kohë. Një tjetër gjë që na e dëmton rrëmuja është shpërndarja e mundit njeriu. I shpërndahet mundi në shumë gjëra. Është njëri energjik, por se në vend ta përqendrojë diku që t'i japi rezultat, ai i përpiqet t'i japi në 10 fusha njerëz edhe kështu nuk ka pas një gjë. Pra në Berat i themi shumë e përlum. Pak edhe sakt. Do thënë kur njeriu bën pak, po sakt, domethënë është më i pritshëm, sesa kur bën shumë gjëra dhe to ikin të shpërndara sepse domethënë goditja nuk ka qenë e përqendruar. Dhe hallet e Ymetit sot janë të shumta thon dietarët. Prandaj shpërndarja nëpër to na bën neve që domethënë të mbetemi gjithnjë duke kuruar. U ça një vend do ta qepim, do hapim do presim tjetrin e kështu me radhë. Jo. Duhet të merremi gjithnjë me imunitetin e njeriu, duhet të merremi me sistemimin e tij. Edhe kështu kurohen plagët dhe disa plagë nuk hapen fare, por se përgjysmohen. Gjë e tretë që na shkatërron ose na dëmton rrëmuja në jetën e përgjithshme është se rrëmuja, të nderuar vëllezër dhe motra, na shkakton ose na jep si rezultat disfat të garantuar. Disfata në rrëmuj është e garantuar. Prandaj njeriu fiton në grup dhe në sistem dhe nuk fiton ose nuk jep rezultate efektive kur është secili koka në vete. Po që koka në vete ne nuk do ta bënim të gjeni ju sot tu. Është e pamundur që të ketë rezultat, nëse ti do më thosh mua hoxha, takohemi të dielën e, po mirë, të dielën me mua është dhe kjo motra që kemi këtu. Edhe ky vllai tjetër këtu, edhe këtë, ai shikoni domethënë, ma nëse vjen dakord të gjithë për një punë, normalisht do t'i arrijm. Normalisht do t'i arrijm. Por se në qoftë se neve, secili, si themi, për vete, njëri gozhdës tjetri patkojët, si thon populli, atëherë disfata të nderuar vëllezër është e garantuar. Është garant disfata në vetvete. Ndaj dhe Allahu xhaleshanu thot wala tanaza'u fatafshalu. Mos u zini, mos u grini sepse do të psoni disfat. Nga shkaqet e disfatës është rrëmuja. Pse? Sepse do të hyjmë në rrëmuj na bën edhe një gjë tjetër, domethënë rrëmuja, si thon, na gjëra që na dëmton është dhe uniteti jon. Uniteti është pjesë e sistemit. Mos uniteti është, si themi në shkak për saj, shkak e mos unitetit është dhe rrëmuja. Kjo pasi kush është në rrëmuj do hyn kompetencat e tjetrit. Dhe po hyrën kompetencat e tjetrit normalisht do kritikohesh. Kur kritikohesh nuk të mban kurrizi kritik, edhe pastaj fillojnë përplasjet, zënkat, hatërleqet, dhe kështu bëhet njeriu, si themi neve, edhe i naçor, edhe zihet me të tjerë, sepse nuk kupton kompetencat e vetes. Allahu xhaleshanu dëgjoni, thotë në Kur'an wala tanaza'u fatafshalu. Mos u grinni se do të psoni disfat. Mos u grinni. Grindja të jep disfat, sido që të jemi. Kjo ndodh edhe në xhamate vëllezër nderuar. Kjo ndodh edhe në shkolla. Kjo ndodh edhe në liga të ndryshme që bëjnë pjesë musliman. Fillojnë grinden dhe pastaj ndahen, pas ndarjes fillojnë disfatat e kështu me radhë. Mund mlidhemi bashkë për bërë një revistë. Unë kështu, unë ashtu. Dikush duhet duroj, duhet hapi rrugë, duhet eci dhe të bjekoj, se ndryshe nuk do të lëviz rrota po që vetëm. Nëse do ndajemi tim punë tënde, unë timen, fryti do të jetë shumë i avashtë. Gjë tjetër që na dëmton rrëmuja, të nderuar vëllezër dhe motra, është se na jep plagështim. E dini pse? Sepse kur jemi rrëmuj nuk ka fryte, dhe kur nuk ka rezultate njeriu pezmatohet. E thotë, kush merret me këto, thotë. Këto ka që kanë. Nuk duan, unë i flas ata s'dëgjoj, unë kështu, kjo kështu, por se kur gjërat janë të përqendruara një, sistematike, dy, suksesi një dhe heqja e plagështisë është e padiskutueshme. Plagështia të bën që njeriu të flejë, si themi neve, në hije, nuk e vret mendjen fare. Kurse kur ke sistemi, shikon frytet që ecin, na njerë dhe me avash, s'ka problem, por
por se janë të garantuara. Ndërkohë që kur je rrëmuj, nuk ke rezultat, nuk shikon, fillon edhe opa njeriu thotë, ta mbyll fare këtë lloj degë të hajrit që hapa, ta mbyll fare këtë sadakas se s'ka. Thot interes, ta mbyll fare këtë mësim se nuk ka interes, e kështu me radhë, plagështohet njeriu sepse është rrëmuj. Së gjashti, rrëmuja të nderuar vëllezër dhe motra, na dëmton urtësinë. Urtësia në sheriate është të vesh një gjë në vendin që i takon. Normalisht ku je rrëmuj dhe i merr gjërat, si themi ne, me rrëmuj, nuk i ve dot gjërat në vendin që u takon. Ndaj dhe kur synimi është i mjegull, i paformuar mirë, se për çfarë po e bëjmë këtë punë të mirë, nuk është si duhet, do të ndërtohet mendimi i dobët, dhe po ndërtuaj dobët, do vijnë gjërat atje ku nuk janë. Prandaj nuk kemi vizion të qartë, jemi dhe sipërfaqësor dhe në të menduar dhe normalisht, domethënë kjo shkakun e ka, domethënë është një kaos rrëmuje. Gjërat kur bëhen rrëmuj, atëherë si themi edhe urtësia dhe pjekuria do të humbi. Në cilat aspekte na shfaqet rrëmuja? Ka shumë aspekte, domethënë rrëmuja nuk legje pa prekur, se është si tip, jo virusi, por është sëmundje. Dhe ajo nuk ka kufi, shfaqet kudo në jetën e njeriu, në çfarë do lloj pune apo në çfarë do lloj veprimi që njeriu përpiqet të ndërmarrë në jetën e tij. Dhe disa aspekte që na ka zgjedhur ky profesor është kemi rrëmuj ndonjëherë në marrjen e dijes. Kjo është domethënë shumë problematike. Ne kemi hasur vetë jo vetëm si hoxhallar, por kemi parë edhe xhamat. Jemi mësuar fatkeqësisht që të kemi xhamate emocionale, të pandërtuara në baza të shëndosha dije. Dhe kur ndërtohet dija në mënyrë emocionale, po të fryna njëre forte e merë shkullat e njëri, që është marrë me gjëra emocionale. Pasi sprova, sot nuk vjen se ti nuk e di një gjë. Mund ta dish, e di në mënyrë të mbrapsht. Mund ta dish, po ka dhe mendime të tjera, dhe kështu kur të fry një furtunë sprovash, njeriu kthehet në një kahë në tjetër dhe pastaj bëhet njeri tekanjoz dhe njeri i pa strukturuar në dije. Ndaj kur marrin dijen pa kontroll, pa radhë, pa e situar mirë, se ka dije që kërkon sit. E kështu del një njeri dhe në ide deli deformuar dhe na krijon probleme, domethënë edhe në xhamate na krijon problem. Pse? Sepse përfytyrimi i këtij për çështje fetare, sheriatike të tjera, është i mbrapsht. Pse? Sepse vizionin për dije nuk e ka në rregull. Prandaj dhe Allahu xhalleshanu u thot ben Israilve: "Walakin kunu rabbaniin bima kuntum tuallimuna an-nas wa bima kuntum tadrusun." Por se behuni edukator për atë që mësonit vetë njerëzve, që u mësonit njerëzve dhe për atë që ju vetë mësonit. Pra Abdullah ibn Abbas i thot, ai që është edukator është ai që i jep njerëzve dijen e vogël para se t'u japi atyre të madhen. Prandaj njeriu fillon me bazat e fesë së tij, me bazat se si ti forcoj. Njeriu njëherë mëson çfarë janë gjërat që i duhen të përditshme, pastaj gjërat që i duhen një në vit, e kështu me radhë. Një gjë tjetër kur na shfaqet rrëmuja është në trajtimin e kohës, siç e prekë mësimi që na dëmton kohën. Prandaj një punë e vogël ka njerëz i japin aq shumë rëndësi saqë i merr më shumë kohë se sa e takon. Një, ri me orë të tëra pa punë dhe pa sistem. Ka njerëzit batall, ka njerëzit që i themi ne dembela, pa punë, njeri që nuk ka qejf të punojë. Edhe shtyn kohën koti thon. Dyndje punëve të shumta, ta merr kohën në një orë. Në një orë unë tani kam një takim me juve, një takim me ca të tjerë, një takim me ca të tjerë. Normalisht nuk do të jem asnjëherë rezultativ. Pse? Sepse rrëmuja ka bërë të vetëm këtu. Ti ke lënë 7 takime në orën 9. Si do t'ja bësh ti tani? Dhe si do t'i nxjerrësh në situata këta njerëz? Kalimi i kohës me gjëra pa vlerë. Ri kohët në celular. Kohët pa vlerë. Shikon ato rilca si i themi neve dhe nuk merret me gjëra që i mbushin trurin me gjëra që i interesojnë, sidomos ja u përsërit ndjezu siç ja përsëritet edhe xhamateve ku takohem, nxitoni me vepra të mira se sprova të mëdha po paraqiten. Sprova të mëdha paraqiten. E shikojmë
si i themi, është katastrofike, ku shikon breza muslimanësh që po shfaqen sot, të kenë konceptet e fesë pa pikë sistemi një, pa interes dy, tjetë Zoti dhe feja Allahu xhaleshanu jo në rend të parë, po është dytësore, tretësore fare në njerë bëhet trend, e kuptoni, dhe njeriu një sprove vogël të vijë dhe opa del na feja kollaj. Unë nuk e di, u them edhe xhamatit. Ne po i besojmë shumë gjërave thot sot pa themel. Nuk e di çfarë do themi njerëzve kur të vijë Dexhali. Nuk e di çfarë bën një njeriu kur i vjen Dexhali. Zoti na ruaj. Në një aspekt tjetër që shfaqet rëmuja është edhe rëmuja në shoqëri. Rëmuja në shoqëri është tjetër hallkë që na prish sistemin edhe jetik të përditshëm. Shoqëroj me njerëz pa vlerë, thot. Ky dietar, pa synim. Po daj do takoj me filan, çfarë synimi kam? Kam synim tregtar, monetar, ta këshilloj, të më këshilloj, t'i jap dije, të marr dije e kështu me radhë. Nuk ka fare fik synimi. Pra duhet që njeriu të mos bëhet si ai kosh i plerave që mbledh. Këto e kam dëgjuar, kam një fjalë të bukur që e përdorin, e bëhet njeriu recycle bin, do të thënë gjithnjë ato ku ka është e panevojshme, vetë dëgjon të tjerë, të merr nga të tjerë gjithnjë dhe kështu i zbret edhe niveli i inteligjencës, sepse gjithnjë është nën projektin e shokëve. Shkon në vizita koti, gjëra të pavlefshme për jetën e përditshme, në shoqërim vend pa vend, ul aq shumë niveli njeriu sa që fillon pasaj me përgojime, me urrëtie, me zenka, si pasojë e ambientit toksik në shoqëri. Kemi një aspekt tjetër ku shfaqet rëmuja është edhe në adhurime, dhe kjo është tepër e rrezikshme. Pse? Se kjo tregon karakter shumë të dobët dhe të paqëndrueshëm fetarizimi. Pra, domethënë njeriu që nuk është konstant në adhurimet e tija ka një problem madhor, domethënë edhe me karakterin e tij si njeri. Dhe këto shfaqen direkte, themi drejt, domethënë, ose çështjet rrëmuj në adhurime shfaqen në namaze, shtyrja e namazit dhe në kohë të fundit, na njëherë nxjerrin fare, na njëherë i mbledhin gjitha ndark, domethënë kjo tregon një fazë të fundit të besimit të njeriu. Në jep prioritet në një syneteve, jo sadaka kështu, ndërkohë që milionat të tjerë në shtëpi dhe kërkojnë zakatin. Ose domethënë në vend të merret me bazat që i duhen ditë për ditë, merret me gjëra që i duhen një në jetë. Kjo është shumë kritike në njërë, domethënë nuk di njeriu çfarë duhet pas namazit. Dhe di çfarë mund t'i duhet në një çështje vakufi, edhe është e fukara njërë, nuk di të bëj as vakuf as gjë. E kupton, pyet në njërë për çështjet e haxhit, fukara. Shku ke për haxhin, ndërkohë që s'dihet çfarë, jo se pyetjet ndalohen, por se duket që interesat, domethënë, dhe prioritetet te ky njeri në adhurime janë me shkallë të habitshme, domethënë, s'di çfarë duhet ditë për ditë. Siç i thon njëri Imam Ahmedit rahmet pat, çfarë mendimi ke për filan person? Ai njeh këtë person të jo, thaj. Po këtë hadith që transmeton ky person, sa duhet punuar me këtë? Tha shumë rrallë punohet. Ore tha, po mirë, tha, çfarë thuhet pas namazit? Tha, e di të gjitha transmetimet e hadithit që duhet pas namazit? Jo, tha, nuk i di. Tha, po një gjë që të duhet, tha, 5 herë në ditë, tha, nuk e di, tha, edhe të duhet një gjë, tha, që s'të hyn në punë fare, tha, me kaq ngul. Në kjo tregon renditje të duhur të prioriteteve në adhurime, të paktën. Në njerë në rëmuja në adhurime është që njeriu në zë dhe për tatësia dhe i merr me bezdisje. I duke gjëra të rutin, ku jenë xhami, çfarë bëre ja u falem, po. A dole me iman të ri, a bëre tobe, a bëre dua, a meditove pak në namazin tënd, jo hiç. Domethënë të tregon që njeriu i është bërë ajo rëmuja dhe edhe rëmuja bëhet rutinë në adhurime, Zoti na ruaj. Kemi një lloj tjetër rëmuje edhe në thirrjen islame, kur duam të thrasim njerëzit islam, po i vëmë gjëra si i themin shkeleshkop, si për shembull ka njerëz janë individual. Nuk pëlqejnë dot, ose edhe kur futen në grupim, prap punon individualisht dhe ja prish edhe sistemin të tjerëve. Thot ne janë individual në edukimin e brezit, nuk kanë projekte të mirëfillta. Thot edhe vllazërin me njëri tjetrin dhe kanë kokmënjan me hatërleqe. Nga njerë ka njerëz në davet, në thirrje që i shtyn njerëz
njerëzit pa parë se ku po i çojnë, i shtyn njerëzit me obligime, me gjëra dhe nuk i shikon se ku po i çon thotë ai. Mund të çojë kjo thotë edhe në një lloj diktati, duket sikur është diktator me njerëzit, diktat të detyruar, saqë njerëzit nuk mbeten të shikojnë ndonjëherë vetë se haram dhe vajib, nuk ka as synet as me kru as të lejuar këta njerëz. Sa dëgjon këtë ty thotë është detyrë ta bësh. Sa dëgjon për një gjë që ndalohet apo jo, po direkt ndalohet. Edhe këta janë persona me probleme në thirrje kur i thras njerëzit. Ka të tjerë që çdo gjë e kanë open të hapur si dyert e sherifave që nuk kanë bra fare. Ec, futu hap, çdo gjë halal, çdo gjë lejohet. Ka të tjerë që të lënë në balë dhe nuk mbajnë dot asnjë lloj nga rëmuja që ka në davet, në thirrje, të lënë në balë, nuk mbajnë dot asnjë lloj sakrifice. Deri këtu isham, ha, çfarë do bëjmë? Është net, mirë, ikam. Pastaj fillon prapë deri diku, pastaj la prapë për gjysmë këtë punë daveti, edhe thonë që këtë punë ka detyrë ai, s'kam punë fare. Çu ka detyrë ai? A kemi dëgjuar ndonjëherë që ti thotë Ebubekri profetit që deri këtu isham unë, ti haj shëndet tani. Ku është parë kjo tek Omeri? Ku është parë kjo? Kjo tek Othmani e të tjerë, jo te Othmani, po te gjithë sahabët. Ndërkohë që Allahu xhaleshanu këtij brezi i tha: "O ju që besuat, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit të tij kur ju thërret për atë që ju ngjall, dhe dijeni se Allahu e ndan njeriu nga zemra e tij, e ndan njeriu nga zemra e tij kur e kreth në gjunahe dhe e lë atë tek e tek me gjunahet e veta. Të tjerët vetëm kopjojnë të tjerët në davet, në thirrje. Madje jo vetëm kaq, po kopjojnë dhe rrëmujnë e tyre dhe nuk janë fare, do të thënë njerëz alternativ, nuk krijojnë fare alternativa. Prandaj punohet në davet kur duan të bëjnë davet, si thon pa program, pa grumbullime, pa mësime të zgjedhura, pa edukim, fetarizimi të mirë të brezit në mënyrë që të përgjigjet dhe të lind ky brez, s'të mundet domethënë nga si themin nga rezervat që ata mbartin për brenda atyre. Prandaj nuk ka rezistencë dhe vijushmëri në xhamatën e nderuar vëllezër, sepse edhe daveti që bëhet me xhamatin ndonjëherë bëhet shkelë shkollë. Kemi rëmuj edhe në jetën e përditshme. Për shembull tek burri e shikojmë punët e tij, punët që nxjerr rrezikun për ty i ka shkelë shkollë. Një ditë del, një ditë nuk del. Në punë kjo tregon që është njeri rëmujaxhi. Është njeri që nuk ka orare në punë, kur hyn dhe kur del. E kjo tregon patjetër rëmujë në njeriu. Kemi rëmujë edhe në detyrat e punës që ka. Edhe nuk i merr qet ato punë, por se i merr në mënyrë të rrëmujtë, nuk i sistemon punët. Kur është brenda punës tij, nuk e sistemon punën e tij. Ka rrëmujë edhe në detyrat kundra të tjerëve, domethënë kundrejt të tjerëve duhet të jetë i rregullt. Edhe me ta ai sillet në trajt të rrëmujshme. Po kështu ka rrëmujë në përgjithësi, nuk merr atë që ose merr atë që nuk e bën dot, ose hyn atje ku nuk i lejohet, ose kalon kompetencat e veta. Kjo është ndonjëherë burri ka, jo nganjëherë, por dëgjojmë shumë herë që është edhe si baba në shtëpi figurë rrëmujaxhiu. Është baba, si i themi ne, rrëmuj vetë në vetë e tij, nuk është shembull për fëmijën dhe as gruan e tij. Pra, nga kjo rrëmuj, Zoti na ruaj, do të lindë dhe konflikte, kritikat dhe pastaj na qahen për divorcet, Allahu na ruaj, sepse për shkak të rrëmujës gjërat si janë lënë nga rrum, do të kritikohet, kritika nuk mbahet dot, kush je ti, kush jam unë, dhe pastaj do të fillojnë ato, si i themi në zënkat, të çojnë ndonjëherë deri në kolaps dhe grisje të familjes, gjë që nuk ngjitet më kur. Gjë tjetër që bën, domethënë gabime, më shumë del me njerëzit se sa me familjen. Më shumë del me shokët se sa viziton të afërmit që ka detyrë të vizitojë. Nuk rri me fëmijët dhe t'u jap aty një shembull të mirë dhe mund të rri me shokët orë të tëra, të zgjatra. Pra, gjen ndonjëherë në një baba rrëmuj në shpenzime, dhe kjo nuk është e mirë dhe nuk është e lejuar. Jo vetëm kaq, po gjen një njerëz që merr borxhe pa ekses fare, pa pik merakull dhe pa u detyruar, po i merr për sedër ndonjëherë. Po si borxhi nuk merret për qef asnjëherë, borxhi është stresi natës, halli ditës. Borxhi është i rënd. Borxhi është me të shkruar. Borxhi është me të shkruar.
E shkon merr borxh se i ka shpenzimet si i themin me tollon gjatë. Por kjo nuk është e mirë. Kjo tregon që njeriu nuk ka sistem në shpenzime si baba. Po kështu kemi rrëmuj në ana tjetër tek bashkëshortët. Shikojmë rin shumë para TV-s, televizionit, ose në telefon, ose në WhatsApp, rin jashtë mase, ose në këto rrjetet sociale, ndërkohë që fëmijët, burri kanë nevojë për gjëra, nuk ka kusht i kapi tjetër veç femrës në shtëpi. Prandaj, si thonë, kjo është femër rrëmuj, ne në rrëmuj në shtëpi. Punët e shtëpisë, po të futesh në shtëpi, duket xhungël shtëpia. Ai që nuk ndjen si i themin ato mollzat e punës së kësaj nëne. Nuk i zbukurohet burrit. Kjo ka mendjen zbukurohet vetëm kur veten për dasmë ose në evente. Se përpara burrit nuk ka punë. Kjo tregon që është një grua bashkëshorte rrëmuj. Po kështu edhe në vizitat i ka pak arar, del edhe kur vjen. Nuk merret me edukimin e fëmijëve dhe sidomos vajzave që janë lënë shumë pasdore. Nuk duket personaliteti një vajze muslimane. Shikon vajzën muslimane sot, pra fëmijët tanë, të moshës tonë, ato nderuar vëllezër, e shikon në fije të perit të besimit dhe duket që nëna dhe babai nuk kanë punuar fare me të, Zoti na ruaj. Dhe kjo po ndodh rëndom mes muslimanëve. Po rritet një brez që thotë jam musliman, ndërkohë që ana edukative dhe ana e moralit, ana e moralit dhe ana e fetarizimit të ndjeshëm të fëmijës është në pikë të hallit, Zoti na ruaj. Dhe kemi rrëmuj tjetër edhe në ide, domethënë dhe kjo është tepër e rrezikshme, domethënë rrëmuja në ide. Kjo është shumë e rrezikshme vëllezër. Pse e thot? Sepse emocionaliteti e nxit njeriu, emocionaliteti dhe mos sistemimi i ideve e nxit njeriu drejt edhe rrëmujës, i shkakton atij probleme. Dhe ndonjëherë tregon që personaliteti i njeriu është tepër nuk është i standardizuar, por është tepër i luhatur. Personaliteti i njeriu është tepër i luhatur dhe i paqëndrueshëm. Ndonjëherë i vëmë re disa vëllezër që hidhen pas dikujt vrullshëm, si ai nuk ka, dhe pastaj po shikoj një gabim zgënjet prej tij dhe fillon pastaj thotë ky nuk bën fare. Hidhet me entuziazëm ndaj kundrejt një mënyre menaxhimi, apo drejtimi punë, apo propagande. E shikon atë të madhe. Opa, sa bie paka propagande, pasi ka ftuar dhe tjerë në atë propagandë, e le dhe vete shane tjera gjëra që tregojnë që njeriu nuk ka karar fare në idetë e tija. Ndonjëherë hidhet kot pa lidhje ose flet me ide të cilat njerëzit që e dëgjojnë nuk e kuptojnë fare, sepse ai nuk i ka të kristalizuar në rregull këto ide. Prandaj kthehet në njeri rrëmujaxhi. Allahu na ruaj. Shkaqet e kësaj rrëmuje janë një hapërdarja e trurit dhe sistemit të logjikuar i gjërave. Prandaj njeriu kur nuk sistemon trurin e vet mirë, nuk sistemon punët e mira vet, do shpërndahet dhe normalisht, domethënë do t'i shkaktoj vetes këto lloj probleme. Tani unë fola më sipër për aspektet ku na shfaqet rrëmuja. Tani po ju them në shkaqet kushte këto. Hapërdarja logjike, shtatet punë, kap këtë, kap atë, merr këtë, merr atë. Normalisht, kjo pasaj ka të bëjë me gjëra të tjera. Ky shkak vet ka në shkaqe të tjera, siç është për shembull zhytja në dynja. Punon tjetri 12 dhe ja u them sinqerisht ju vëllezër dhe motra që jetoni në Perëndim. Unë nuk e di ose madje në Perëndim është bërë dhe Shqipëria ndonjëherë ka dhe trajt e Perëndimit. O burra të kapim, domethënë na është kthyer luksi në shtëpi si hall i madh. Dhe ne harrojmë që pasi krijojmë, si thëmë, atë buxhetin e mirë të qëndrueshëm, ne na duhet të kapim dhe anët e luksit dhe pastaj zhytemi në dynja dhe ato orar që do na merrte edukimi i fëmijës, sistemimi ynë, do të na e marri pronari. Edhe kjo do të bëjë njëri normalisht të rrëmueshëm. Zhytja në dynja të kthen njëri të rrëmueshëm. Hedhja pas dynjas, sepse gjithnjë do të jesh i varur pas rrezikut. Ta dim. I them disa vëllezër, nëse ti do të marrësh 4 milion lekë në muaj, 4.000 euro, 4.000 dollar, 4.000 franga e të tjera ku drejtin di unë ça merr ti. Në qoftë se do marrësh kaq, hiqi 500 të lutem dhe atë kon që do merri ato 500 euro, 500 franga çoja fëmijëve. Domethënë merru me fëmijët e tu.
Nesër pas nesër ngrihesh në xhenet nga lutje fëmijëve të tu, jo nga lutje xhamatit. Xhamati ta harron. Ti duhet të rritësh domethënë pjesën tënde. Prandaj na mirësia e Allahut është kur ti je fëmijë që ai është pjesa jote e vazhdueshme. Rritë shkaku i këtij në shkak të hapërdarjes logjikës është ankthi dhe streset që të mundin gjithnjë. Njeriu duhet të jetë, domethënë duhet të krijojë një si tip muri që këto ankthi dhe streset të kenë një lloj stopi. Normalisht ato do na zënë o vëllezër. Stresi do na zej. Po jo sa të na dhe për dhe fare dhe të na bëj copa. Mos pasja durim dhe frika dhe meraku i madh. Do më bo çfarë do na ndodhi për më vonë. O bo kështu, o bo ajo. Besimi në Allah dhe në caktimin e Zotit e bën njeriu të jetë më i pamundueshëm, domethënë nuk mundohet shumë për këto lloj problemesh. Humbja me njerëzit të cilët domethënë nuk t'japin kuraj vëlla. Ti humb kur ulesh me këta njerëz që t'japin kuraje, por se janë si ai tymi toksik që vetëm të sëmurin. Po ule me njerëz neglizhent, do bësh neglizhent. Po ule me njerëz që janë fukarej na dia, do bësh edhe i ditur ti do bësh si ata fukara. Sinqerisht, do bësh i tillë. Njerëzit pa vizione, njerëzit që ja bën u tër ditën, nuk duhet të rish me ta afër. Më mirë ngriu rri vetëm se sa të rish me këta njerëz që të fundosin pa e kuptuar. Një shkak tjetër është edukimi fetar i dobët. Ne nuk edukojmë veten fetarisht ashtu si duhet. Ne kemi shumë probleme në edukimin fetar. Pra, shikojmë njerëz qullac, po pse ndalohet kjo? I duhet gjithat lejuara. Për të përkëdhelur. U i ftohtë, u i kështu. Po njeriu po nuk përplas me vështirësitë, po nuk përplas në debate me njerëzit, po nuk përplas në përditshmërinë e tij në mënyrë se si do të përballohet, atëherë i ka humbur të gjitha betejat. Profeti sallallahu alaihi wasallam i hipi në kodrën Safa dhe i theliti gjithë kurreshëve, hajde. Pastaj ju fut atyre në ato kuvendet e tyre që rrinin rreth Ka'bes. Pastaj vajtin në përshpia. Pastaj kur vinin haxhin, nafisit e ndryshme të gatishmit arabik, u shkonte në përçadra dhe i thoshte fenë e Allahut. Përplasja është e pa evitueshme. Ne nëse nuk do kemi një edukim fetar të qëndrueshëm, të mirë, ne normalisht nuk do të jemi brezi që do mbajmë dot stafetën, këtë ta dim. Shkaku i tretë është ndikimi prej rrëmujaxhime. Kjo është katastrofë më vete. Kjo është katastrofë më vete. Na njëherë një familje e sistemuar ndikohet në një familje rrëmujaxhine, nga ajo që ata rrëmujaxhin janë insistues të rrëmujnë e tyre se sa këta që kanë sistem. Edhe u prishet Terezia. Ose një person i mirë brenda një familje që është sistematik prishet në vëllezërit e tij rrëmujaxhin. Kjo është problematike. Tjetër shkak është shoku rrëmuj, individi rrëmuj. Ti ke një shok apo shoqe që janë njerëz rrëmujaxhin. Ata të prishin sistemin, na i nxënës kualitativ, ti del tani një nxënës domethënë me hope dhe me një diagram tepër të pa kontrollueshme. Ktu mirë, tu keq, në të njëjtën lend mirë, në të njëjtën lend keq pasi muaj, pse? Sepse unë ndikove në një rrëmujaxhi që ishte aty afër. Shkak tjetër i rrëmujës është entuziazmi pa kontrolluar. Siç u thash, ka njerëz janë entuziastë, ti të marrin malet me vrap tani, gjiten majt malit. Por kur nuk kontrollohen emocionet, njeriu shkon në kolaps ndonjëherë. Është një hadith i habitshëm, profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, mos të gjykoj gjykatësi kur është i zemëruar. Gjykatësi është i zemëruar me një çështje të caktuar, është i zemëruar me fëmijën e tij apo me gruan apo me një diçka në fisin e tij. Është i zemëruar, nuk i lejohet të gjykojë ai kur është në nerva e sipër. Pse? Sepse do t'ia shkarkojë nervat e tij atij që nuk i takon të shkarkohen nervat. Edhe entuziazmi pa kontrolluar bën të njëjtën gjë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, duhet di ke një far mënyre, një far mase, se mbase të kthehet një ditë armik. Dhe armiqsohu me di ke një far mase, se mbase një ditë do të bëhet i dashur. Prandaj njeriu nuk i kaput fije dhe me emocionalitet kalon na një deg në tjetrën. Na një ekstrem në një tjetrin, po dale tani, deri dje me Arianin ishin miq, tani e pshtyn. Deri dje me filanin ishin shok, tani nuk flasin me gojë. Kjo tregon që emocionaliteti i ndërtuar në trun njeriu është shumë problematik. Prandaj duhet balans në emocione, duhet shumë balans.
Shkak I pestë është edhe vullneti I dobët dhe pasimi I qefeve, tekave. Vullneti I dobët dihet, domethënë njeriu që s'ka vullnet është si I vdekur, sinqerisht. Njeriu po nuk pati ambicie është si I vdekur. Ebu Bekri radiallahu anhu, kur tha profeti ka njerëz ditën e Kiametit rriten në ato 8 dyert e xhenetit. Pastaj I tha, a ka fal njëri xhenazë sot? Unë, tha Ebu Bekri. A ka dhënë njëri sadaka? Unë. A ka liruar një skllav? Tha, unë. A ka xhiruar njëri? Tha Ebu Bekri, unë. Vallahi kur mblidhen këto 4 gjëra në një njerëz, I thuhet ditën e Kiametit hyn në 8 dyert e xhenetit. Tha, oj dërguari I Allahut, po inshallah tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra inshallah ja mund tha profeti sallallahu alaihi wasallam ti e prej tyre Abu Bekr. Shikoni ambicien e madhe. Ambicia e Abu Bekrit me Omerin. Tha Omeri ditën e luftën e Tabukut, sot do konkurroj Abu Bekrin, do ta kaloj një herë. Ambicie. Shkoi dha gjysmën e pasurisë. Pastaj I tha profeti çfarë për familjen e Omer? Tha I lash gjysmën, një lloj si kjo që kam tu, tha, kam në shtëpi. Po ti o Ebu Bekër, çaj le, tha, I kam lënë Allahun dhe dërguarin, s'kam lënë gjë në shtëpi. Tha Omeri, unë nuk e konkurroj me dot të njëri. Prandaj vullneti I dobët është ta shkaqet që njeriu, domethënë, është rrëm mujaxhi dhe nuk ka sistem. Nuk ka sistemën. Sepse rrëmuja të lë të dobëluar, të lë të plogësht. Dhe jo vetëm kaq, por na fillojnë dhe tekat pastaj. Jo po kjo kështu, pa ashtu. Jo ky thot haram, jo ky thot detyrë, jo ky thot kështu, jo ky thot ashtu, e kështu me radhë dalin gjërat pa të pavlefshme fare. Pse? Sepse vullneti I njeriu ishte për tokë. Zoti na ruaj. Një shkak tjetër që kemi tek rrëmuja, shkaqet që na krijon, domethënë që na shkakton rrëmuja është mospasja vijshmëri në punët tona. Dhe mospasja kërkim llogarie ndaj vetes. Fillojmë bien. Nuk I kërkojmë vetes, ora dalim në fund muajit, çka kam lënë, çka kam bërë. Balancin e parave e bëjmë në fund muajit kur gjithë të vëllezërit besoj se janë kryetar familje apo zonja, nëna në shtëpi. Burrë grua mblidhe or ç'a harxhuam, ç'a blem, ç'a, a e bëjmë balancin në fund muajit. Balancin ekonomike po e bëjmë. Vetë llogaritje fetare duhet ta kemi fund ditës, fund javës. E kështu me radhë. E kështu me radhë. Edhe pak toni dhe mbarova inshallah. Edhe pak. Edhe pak. Do ta lë për gjysmë. Inshallah tjera të mbaroj. Një shkak tjetër është nuk kemi objektive të qarta, kemi mjegull. Një shkak tjetër është mosnjohja e prioriteteve dhe kjo është shumë problematike. Një njeri nuk njeh tauhidin shirkun, po njeh për shembull çka ka thënë Ibn Sina ose njeh çka ka thënë një dietar. Ç'të duhet ty kjo kur ti bie në shirk, ti si themi ne je me nusk në qaf, për shembull. Një shkak tjetër I kemi emergjencat. Ne merremi me emergjenca më shumë se sa merremi me strategji. Po kështu shkak tjetër është edhe mos delegimi disa punëve. Duam t'i mbajmë tërë për vete. Po kemi një shok, të lutem, bëj këtë gjë, se është për hir ton. Një shoku tjetër, edhe kështu, kur shpëndajmë punët, jepet rezultati më I mirë. Po kështu kemi një problem tjetër, nuk marrim mendime të tjerëve, nuk konsultohemi me të tjerë, por se I marrim vetë vendime të gjitha. Dhe kjo padyshim do të krijojë probleme. Do të krijojë probleme. Shkak tjetër janë gjunahet, se zemra kur errësohet, vendimet nuk dalin si duhet. Dhe Allahu xhaleshanhu të lënë bal. Sa për kurimet në këto lloj problemesh, nuk po japim dot sepse vlla toni po na thon kaloi koha, inshallah po patëm mundësi radhës tjetër, mirë po s'patëm, për hajër inshallah, kur takohemi në një herë tjetër.